إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد عليه الصلاة والسلام. Falëndrimi të kanë Allahut, dëshmojmë se nuk meriton askush të adhurohet pas madhërisë së Tij me të drejtë dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se profeti Muhammed është rob dhe i dërguari i Tij. Temën që do të flas para juve, që do ta shpalosi vëllezër, është një temë që në vete është një fenomen, prej fenomeneve të kësaj gjithësie, është fakt prej fakteve që Zoti e ka sjell në jetën e kësaj bote, është një argument i qartë në madhështinë e krijimit të Zotit Xhella Taala, dhe është diçka që e vetmja gjë që i gjithë njerëzimi kanë rënë në ujdi, është vetëm kjo krijesë prej krijesave të Allahut që ka kriju, e që është vdekja. Vdekja është fenomen, është argument, është krijesë, Zoti e ka kriju, dhe krejt njerëzimi kanë rënë në ujdi se dhe nuk mojnë nga krijimi, pra i fillimit të parë, e derisa do të ketë jetë, nuk ka kush që ka mundësi ta mohojë vdekjen. Përveç se në definicionin e saj se çka llogaritet vdekje, atëherë kanë ra në mospajtim, sidomos bota që mirët me mjekësinë, ku disa kanë thënë që nëse trupi i njeriut ka vdek, por truri i tij është gjallë, që njihen si vdekje klinike, llogarisin si vdekje, ndërsa të tjerët kanë thënë se vdekja është vetëm atëherë kur shpirti ndahet nga trupi. Nuk ka dyshim se njerëzit në përballë këtij fenomeni, të kësaj shprehje kur e përmendin vdekjen, nuk ka dyshim se kategoria e parë janë ata të cilët tërë jetën bien të friksuar për vdekjes. Vdekjen e shohin diçka të tresh, vdekjen e shohin diçka të cilën ata thjesht nuk dojnë me ndëgju vdekjen. Kaq, nuk dojnë me pa, nuk dojnë me ndodh kur në jetë, dhe tronditën dhe hupin balancimin e jetës në moment që fjala vdekje t'i mblën veshin e tyre. Pastaj është kategoria tjetër që e shohin diçka të pashmangshme vdekjen, që e shohin si një gotë ujë që të gjithë do të pinë prej saj. Ata të cilët janë prej rangut të besimtarëve, që i dinë që ne si krijesa të Allahut Xhella Taala që Zoti na ka kriju, e kemi edhe një vit, një afat kur ai s'ka dhënë, dhe ajo quhet vdekje dhe do dalmi nga kjo jetë. Por këta u dalën vetëm këtu duke mos hyrë thellë në mendimet dhe në nxjerrjen e asaj se çfarë fshihet pas vdekjes. Disa të tjerë u futën në epshet e tyre në vrapimin pas kësaj jete dhe harrojnë vdekjen, përveç ajo kur vjen dhe i godit, qoftë në veten e tyre apo në rrethin ku ata jetojnë. Nuk ka dyshim se qasjet e njerëzve ka shqiptyre fenomeneve ndryshojnë, nuk janë të njëjtë. Pra të menduarit, qasja, koncepti, mbi këto fenomene siç është edhe vdekja e cila është e pamundshme të shpjegohet me mendje njerëzore, sepse njerëzit të ndryshëm, të cilët kanë ecë në për rrjedhat e historisë, janë mundu me perceptu ose janë mundu me shpjegu vdekjen nëpërmes formave që ata kanë mendu, por shumica e tyre kanë dështu sepse nuk kanë mujt me zgjidhje. Shpeshherë lexoni si lajme të famshme që shkenca do të arrijnë që njeriu do ta bënë të vdekshëm. Ka edhe të tillë që mashtrohen, por
Zoti Gjelle Ta'ala në Kur'an thot: "Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Nëse kundërshtoheni në ndonjë çështje, atëherë ju ktheheni Zotit dhe ktheheni të dërguarit nëse jeni nga besimtarët. Dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila, sepse kjo është më e mirë për juve dhe është një interpretim më i bukur që Zoti mundet m'ia dhënë vetë atyre që ka kriju. Pra ne të njëjtën nëse angazhohemi, nëse njerëzimi do të angazhohet si kolektiv për me shpjegu fenomenin e vdekjes, nuk e arrin, sepse kjo është krijesë prej krijesave të Zotit dhe Zoti e ka shpjegu bukur mirë në Kur'anin fisnik dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij sallallahu alaihi wasallam, sepse shpjegimet më të qarta dhe interpretimet më të mira i marrin vetë në librin e Allahut dhe në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse Kur'ani është udhëzues për mendjet dhe zemrat e gjithë njerëzimit, e në veçanti për besimtarët të cilët besojnë në mrekullinë hyjnore të këtij libri. Vëllezër besimtar, vdekja e shihni të thotë se çdo ditë kur qohemi në mëngjes, ne që përdorim rrjetet sociale në momentin që e qohemi vjen një lajm se dikush ka vdekur, është ndan nga mesi jo. Nuk shkon në xhamat, pra në xhami, në lagjet ku jetojmë kështu më radh, vetëm se dëgjohemi për këtë fenomen. Do të mundohemi shumë shpejt në pika shkurta të ndalim të thotë në ato që Zoti e ka shpjeguar. Pra, vdekja si krijesë Zoti i ka dy medale të saktë. Është e vërtetë se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha se vdekja i ka agoninë të veta. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë për atë që do ta shijojmë të gjithë dhe nuk është e lehtë që ne përballemi pra me vdekjen, me humbjen e njerëzve të dashurë tonë në këtë jetë. Kjo është diçka e pakontestueshme. Këtu nuk është problemi jonë. Problemi jonë është me lexu vdekjen si besimtar me një lexim pozitiv, me një reflektim tjetër që Zoti Gjelle Ta'ala na mëson neve. Jo me qenë për atyre që në moment që përmendet vdekja, leje hoxha s'kina i ders tjetër, s'kina i hutbe tjetër, sot është me na folë për vdekjen edhe ja. Jo. Ne do të kemi çasti tjetër dhe duhet të kemi çasti tjetër përballë vdekjes. Allahu Gjelle Ta'ala thot në Kur'an: "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Në hoxhallar kena mundu që të nefsin nga njëherë me përkthysi çdo njeri do ta shihë vdekjen. Mi po gjallësa tjera ku mbetën. Pra, çdo gjallës do ta shihë vdekjen. Gjithçka që ka shpirt do ta shihë vdekjen. Do të vdesni atë. Pastaj, wa inma tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah, ju do t'i merrni shpërblimet e juve ku ditën e Kiametit. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. E kush shpëton nga zjarri dhe hyn xhenet, ai pra ka shpëtu. Pastaj mbyllet ajeti surën Imran 135, ku Zoti thotë: "Wa mal hayatu dunya illa mata'u." Allahu e përmbyll këtë ajet, e fillon me vdekjen ku tregon se çdo gjallë pasur i varë për iman, i fuqishëm, i pafuqishëm, i vogël, fëmijë lind në moment dhe vdes në çat moment, për pak qaste e kështu më radhë, pra është diçka e pashmangshme. Kullu nefs, çdo gjallës. Kjo është rregulli i parë. Leximi i parë që duhet mi abo në aspektin pozitiv vdekjes. Pastaj Allahu tregon se vdekja është krijuar për një qëllim të madh, është vepra dhe llogaria. Pra ne do transferohemi nga një jetë e punës, e angazhimit, e lodhjes, e hallave, e derdhë, e mërzive, e varfërisë, e luftës, e derdhës së gjakut, e gjithçka tjetër që është kjo shtëpi, pra kjo dynja dhe vdekja na transformon neve, ose vdekja na jep mundësi e dalësh nga kjo jetë me një botë tjetër që është bota ku ne do të japim llogari për atë që kemi vepruar, qoftë mirë apo keq. Ky është një lexim tjetër që na shtin neve në vazhdimsi, pra me bo vepra të mira, dhe sa herë që nefsi jonë, egoja jonë
shoqëria e keqe, faktorët të ndryshëm në jetë na joshin për ka veprat të keqia, na thonë jo se unë kam një ditë që ku më dhon shpirt. Dhe reflekton në veten tënde dhe stopon veten nëpërmes një leximi pozitiv që t'i ia bën vdekjes. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ai Allahu që ka kriju jetën dhe vdekjen për çka Zot i krijoi ato? Liyabluwakum, që t'ju sprovoj juve se cili jeni më vepër mirë. Jo veç me bu punë, po Zoti po thotë se cili jeni më vepër mirë, pa çfarë punë që e bëni në jetën e kësaj bote, duhet me bo ashtu që Zoti ka kërku qoftë punë e dunjas ose qoftë punë e ahiretit. Pra, kjo është ajo për t'ju sprovuar juve, që të thëtë për t'ju vënë juve në provë. Gjithçka me të cilën përballemi ne dashur me vëllezër besimtar është provë për ne. Pra, nëse na ndodh vdekja në familje, nëse humbi njerëz e ndryshëm, nëse mbesim të rijetim, nëse liyabluwakum, mos të harrojmë sepse kjo është provë për neve, është një test që Zoti xhella taala dëshiron përmes saj na sprovon. Kjo është pra ajo që duhet. Andaj gabimi më i madh, lezetimi më i keq është kur njerëzit e stopojnë dhe nuk i shijojnë të mirat e kësaj jete me pretekstin se unë kam vdekur një ditë. Dikush nuk martohet, dikush nuk krijon familje, të tjerët nuk punojnë. Se thonë, çka më punone? Çfarë do të thonë ka më martu me kriju familje, me punu, se një ditë kam vdekur. Kjo është qasje e gabueshme. Kjo është të qenurit parazit në këtë jetë, se edhe për këtë pasivitet të andit do t'jepsh një ditë llogari. Andaj kjo qasje është qasje më e gabueshme që mund njeriu të kenë për vdekjen dhe të bien deri në ato gjendjet psiqike ose presionet e ndryshme që mund t'i kushte me ardhë në një panik, si gjithçka në jetën e tij e sheh vdekjen përpara syve të vet. Por besimtari e din që ajo ka më ndodhur, por në vazhdimsi bëhet gati për një ditë, pra që ai ka më vdekur. Allah xhalla taala thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun." O ju që keni besu të një Zotit, dhe le të shikoj se cili prej juve, çka ka përgatitur për nesër. Kush është nesër? Nesër është vdekja. Pastaj përfundon ajeti inna Allaha khabirun, Allah është i gjithdijshëm për atë që e vepron. Pra Zoti po na këshillon në vazhdimsi që tut një Zot kjo, dhe shikoni se cili prej juve, nisni nga vetja juve se çfarë po veproni, çfarë gjumë vepra përdeni në jetën e kësaj bote. Dhe ajo që ka në mësën dhe thot edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithet të tij në kujton, kur thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kujton e shpesh atë që aprish rëndësinë e kësaj jete. Jo në kuptimin e zhgënjimit, por kuptimin e vigjilencës, kuptimin e të qenurit me sy qelë dhe jo në gjumin dhe gafletin e jetës deri sa të vije pra vdekja. Për thumë, vëllezër besimtar, leximi pozitiv më i mirë që i bëhet vdekjes nëpërmes librit të Zotit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se vdekja për besimtarin është një shtytës, një nxitës drejt Zotit. Ka mu taku me Zotin e vet që ka kriju, ka mu taku me Zotin e vet që për to ka falë namaz, për to ka agjëru, ka dhënë sadak, e ka nal hidhrimin e vet, e ka nal hakmarrjen, e ka dhënë falën për hir të Zotit vet. Vdekja është vetëm një mundësi që ti ki me pa Zotin tënë dhe kimi pa shpërblimet e tua që Zoti ka rujt për ty në botën tjetër. Për besimtarin vdekja është takim me Allahun xhella taala, është takim me njerëz të mirë, është takim me profetin Muhammed, është takim me çdo të dashur të tij që vdekja i ka ndarë nga kjo botë, ndërsa botën tjetër është vend takimi jon inshallah në xhenet me ta. Është dita kur besimtari shpërblehet për gjithçka që ka punuar. Dhe me vdekjen nuk do të ketë vdekje, nuk do të ketë lodhje. Udkhuluha biselamin aminin, për ata kur besimtarët hyjnë në xhenet, thirrni një thirrje kur i thotë hyni në xhenet me paqe dhe të sigurt, sepse nuk do të ketë lodhje, nuk do të ketë mërzi, nuk do të ketë vdekje, sepse është darul akhira, është shtëpia, është bota e mëshimit, është shtëpia e fundit,
stacioni I fundit kur ne si krijesa të Allahu xhalla taala ndahemi. Është ditë kur besimtari do thotë kur frytet e gjithçka që ka punu në jetën e kësaj bote. Është ai moment kur njeriu ndahet fizikisht, por shpirti I tij mbetet. Trupi kalbet, por shpirti kënaqet me shpërblimet që Zoti xhalla taala ja ka bëu atij, sepse thjesht trupi është vetëm një enë ku ka qëndru shpirti jon dhe me vdekjen, pra vdes trupi jon, por shpirti jon nuk vdes. Dhe ajo çka është e rëndësishme për vdekjen se kujtimi I vdekjes nxit gjithherë për vepra të mira. Sa herë të ndëgjoni dikën që ja ka kujtuar vdekjen, ja përkujton një vdekjen, merrni si të qendrën dhe një këshill e mirë e jo si një reflektim negativ ndaj personit në tjerë. Pra, profeti sallallahu alaihi wasallam tha nëse ndodh kiameti dhe në dorën dikush për juve ka një fidani, një bimë, le ta mbjell atë. Kjo na mëson pra se ne nuk duhet të preokupohemi me vdekjen, se është moment, është diçka qelsi I fshet në shëtësitë e Zotit xhalla taala, por ne duhet mu marrë me çato mbjellje që kemi në dorë veprat tona kështu më radhë. Dhe po e përfundoj me transmetimin e Bukatadës, I cili transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa një xhenazë duke kalu dhe tha ka pushu apo është I pushuar prej tij. I tha në dërguari I Zotit na shpjego këto dy shprehje, ka pushuar apo të tjerët kanë pushuar prej tij. Tha nëse ka qenë besimtar, ai ka pushuar pe jodheve të kësaj jete. Kështu profeti e definoi vdekjen. E tha nëse ka qenë njëri keq që ka bëu vepra të këqija, ka qenë mizor, zullumçar, atëherë të gjithë njerëzit, vendet, drut, kafshët do të shpëtojnë do të thotë prej sherrit ti këtë hadith e shënon Buhariu. Dhe përfund lutem Allah xhalla taala të gjithë që kemi një përfundim të mirë, që Allah xhalla taala të na jep neve me Zoti I shëndet mendje të kthjellë, që punojnë vepra të mira. E pastaj kur vjen vdekja, jemi të kënaqur dhe kemi mendim të mirë që ta kanë besimtarit për me pas për Zotin e vet, sepse nëse Zoti jot I ka dhënë gjithë të mira me një mëshirë për mëshirave të tij që ka zbritur në dunjë, pse besimtari mos të ketë mëshirë për Zotin e vet, që ka rezervuar dhe 99 mëshirat të tij kur ta takoni atë. Kjo është ajo lexim, kjo është ajo çasti që duhet me pas për vdekjen dhe në vazhdimsi lutemi për të vdekurit tanë që Allahu t'i mëshiron, t'i falë dhe t'i kalon çdo gabim pe gabimeve që kanë pas në jetën e kësaj bote. Lutemi Allahu në këtë çast sepse Zoti u përgjigjet lutjes së tij.